Arsimtarët e dy shkollave periferike të fshatrave malore Llukar dhe Goshinc edhe sot kanë vazhduar bojkotin e mësimit në shenjë revolte nga vendimi i sjellur për pushim nga puna të disa kolegëve të tyre, si rezultat i reduktimit të paraleleve. Ata sot u takuan edhe me përfaqësues të OSBE-së, të cilëve u sqaruan arsyet për këtë hap të ndërmarrur. Fatkeqësisht do të vazhdojmë deri në zgjidhjen definitive, se kjo nuk është një zgjidhje kombinimi paraleleve, siç e shoh unë nalt, kjo është një grush shumë i madh, kjo është një shkelje drejt e fëmijëve, mas kësaj mund me lind problemi tjetër edhe mbyllja e shkollave. Neve kemi kërkuar nga përgjithësia e arsimit, ne të shkojë me hapa më të ngadalshëm, ne të shuhet ajo klasë ku nuk ka nxënës hiç fare, ne të shkojnë kombinim të ajo klasë, ndoshta njëna ka, tjetra s'ka, mos shkojnë me hapa të shpejt, me hapa më të ngadalshëm, me hapa më të butë dhe zbutë situata. Ndërkohë që gjatë një takimi të sotëm të kolektivit të shkollës fillore Rilinja Llojan Vaksinc kanë ofruar një kompromis me të cilin ky proces do të ishte më pak i dhimbshëm për fatin e arsimtarëve. Kemi ofruar një kompromisin përkundër që është i dhimbshëm, por ne kemi dashur të bëjmë një kompromis me qëllim që mos të him konflikt vazhdueshëm me komunën. Është një handicap se kryetari i komunës nuk është aktualisht këtu. Kishim pas dëshirë, domethënë që një komision nga shkollat i drejtohet edhe kryetarit edhe të bëjë një takim përfundimtar edhe të bëjmë një zgjidhje fatlume. Edhe një herë po e përsëris që nuk duam të krijojmë konflikt edhe nuk duam të krijojmë problem me fëmijë. Duam që procesi të fillojë dhe të zhvillohet normalisht, po me një pajtim të përbashkët. Domethënë ne shkolla aktualisht ofron reduktimin e paraleleve të klasave të 6 dhe të 7, ndërsa si duket kryetari është decid. Komuna është decide se duhet të reduktimit të vazhdojnë edhe për klasët e 8 vjeçare dhe 8 9 vjeçare. Neve na duket kjo diçka shumë maksimaliste, por për atë kompromisi joni i ofruar për klasët e 6 dhe 7 mendoj se është i kapshëm për komunën. Të përkujtojmë se si rezultati i uljes së natalitetit dhe shpërnguljes së familjeve të tëra shqiptare në shtetet evropiane, është ulur edhe numri i nxënësve në shkollat e komunës së Likovës, me çka rrezikohet edhe vendi i punës për një numër të konsiderueshëm të arsimtarëve, kryesisht të fshatrave të sipërpërmendura.